Kur vjen Ramazani, hapen portat e xhennetit. O ghulliqat abwabun nar, mbyllen portat e zjarrit. Pra portat e xhehenemit mbyllen. Wa sufilat ash-shayatin, dhe shejtanët prangosen. Lezër dhe motër Allahu Azza wa Jall tashmë i ka krijuar xhennetin dhe xhehenemin. Dhe ato kanë portat e tyre. Gjatë muajit të Ramazanit Allahu i lartësuar hap portat e xhennetit për ne, si nxitje për besimtarët. Nxitje të kërkojnë ato kënaqësitë, ato shpërblimet që ndodhen në xhennetet e tij të larta. Dhe mbyll portat e ndëshkimit të tij, që besimtarët i shmangen dhe t'i lënë gjunahet, t'i largohen asaj që Allahu nuk e do dhe nuk e pëlqen, atë që Allahu i lartësuar e urren. Dhe po kështu ndikimi i shejtanëve paksohet tek njerëzit. Shejtanët prangosen, mund të prangosen të gjithë, por mbetet nefsi dhe shejtanët e njerëzve. Ndaj të njerëzit gabojnë, apo prangosen shejtanët që janë më rebel, më kryeneç, dhe mbeten shejtanët e tjerë të cilët ndikojnë në racën njerëzore.